Opa o të befsha, opa o të keshen, opa o drite dajos, o loti bukur I dajos. Mirdita, vlezër dhe motra shqiptare ku do ku jeni. Nga thellësia e shpirtit ju uroj një fundjavë të bukur, një fundjavë të mirë, një fundjavë të qetë, dhuroni sa më tepër dashuri, jeta është shumë e shkurtër, mundohuni ta shijoni. Kujdes. Jemi në Wuppertal të Gjermanisë. Wuppertal, e dini vetë ju, atje ku kalon treni lartë tek ato shinat. Jemi tek miku jon, tek vllai jon, te Ustad Xhemali nga Shqipëria. Kujdes! Mendja në mësim, dëgjoje mirë marketingun dhe reklamën që bëjmë ne. Ustad Xhemali kërkon ustallar që din të bëjnë një punë të shkëlqyer vetëm për tualete, vetëm për WC-ra, që do thot pllakat I vën bukur, pllakat I vën mirë, edhe poshtë, edhe lart. Kujdes që ai ustaj që do punoj me Ustad Xhemalin të marri vesh edhe në një lyerje, edhe në një patinim, edhe në një gips, do me thënë, ti punoj tru dhi. E kuptuat apo jo? Kërkohen ustallar, pikërisht vetëm ustallar që merren vetëm me tualete, si për restorante, si për hotele, ashtu dhe për banesa. Të interesuarit, dajo këtu poshtë po bën tag Ustad Xhemalin, miku ton nga Shqipëria. Kujdes, rroga e garantuar, banesa e garantuar, çdo lloj dokumenti, Xhemali me stafin e vet ju orienton. Kujdes, bëhet fjala për ustallar, nuk bëhet fjala për ndihmës. Nëse e usta, shkruaj Xhemalit, numrin e telefonit, lokacionin dhe Xhemali ju përgjigjet po ose jo. Të lutem, mundohu të jesh korrekt, të lutem, mundohu të bësh një punë sistematike dhe të rregullt. I shikoni punimet që kam bërë apo jo? I shikoni apo jo? I shikoni apo jo? I shikoni apo jo? Edhe një, bëhet fjala vetëm për tualete. Qa ka tualete rreth zonës Wuppertalit, Kelnit, Düsseldorfit, Bremet, Dortmund, shejtane do bie në çdo cep të Gjermanisë. Merr Xhemali telefon, dhe Xhemali të përgjigjet pronto, vje bej, kollitu te Ustad Xhemali dhe vjemi në gatishmëri. Dajo ju përshëndet dhe fundjavë të bukur. Dhe me këtë foto, nipçe, kalofshit bukur ju përshëndesin nga Wuppertali. Nipçe, te Ustad Xhemali, vetëm ustallar që merren me rikonstruksion vetëm për tualete. Sot për sot, numri 1. Faleminderit Xhemal, miku jon dhe miku I të gjithë shqiptarëve.